Deni. Ne besojmë se të tjerët duhet na demonstrojnë dashurinë e tyre në të njëjtën mënyrë që ne e bëjmë me ta, shkruan psikologja Emi Përzevorski e Shenjës Demit, dhe më e bukura është, vazhdon ajo, se po nuk ndodhi kështu, menjëherë dyshojmë se nuk është dashuri. Ky është problem që në këtë periudhë duhet ta kapërcesh edhe ti, o burra grua, qofsh i Shenjës Demit. Përvojat dhe dashuri të kanë bërë aq të pjekur sa të mos merresh me faktin se si të tjerët e shprehin dashurinë ka shiteje. Lëri njerëzit që të rrethojnë në familje, në lidhjet intime, në marrëdhënie pune, në biznes, ta shprehin dashurinë ashtu siç ju vjen në mënyrë të natyrshme, do ta kuptosh vërtet se sa të duan, dhe unë të siguroj që vërtet të duan.